E kemi transformuar parlamentin nga një forum demokratik në një arenë lufte. Seancat që kanë degraduar në përplasje fizike, hedhje sendesh apo fjalësh kundër njëri tjetrit, janë në fakt dëshmi e paaftësisë sonë për të shkëputur nga kjo kulturë. Reagimi juaj me këtë mocion është asgjë më shumë se sa përpjekja për ta vendosur kryetarin e kuvendit në presionin e të shkuarës. Pra, të vazhdimit. Unë ju falenderoj që ma jepni mundësinë ta sqaroj edhe një herë. Do të përpiqem e do të bëj gjithçka që kam në dorë, që ky parlament të ngjasoj gjithnjë dhe më tepër një parlament evropian. Natyrisht, jo i vetëm, por me gjithë ata deputet të vjetër apo të rinj, nga të gjithë krahët e politikës, që e kanë vullnetin për të parë drejt të ardhmes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Atë që nuk ja kam lejuar vetes në gjithë jetën time politike, dhe që përkon edhe me frymën dhe me gërmën e rregullores dhe të kodit ton të sjelljes, të ngelur në letër shpeshherë, brenda të drejtës time ligjore dhe legjitime, nuk kam se si ta lejoj për të tjerët. Në jetën time politike, unë nuk kam denigruar askënd. Unë juftoj të krijojmë së bashku pikërisht këtë mjedis normal, ku debati politik zhvillohet në normalitet dhe në liri të plot, fjale dhe veprimi politik, përsa kohë që nuk shkel në lirinë e tjetrit. Unë bëj thirrje sot për një ndryshim themelor në kulturën parlamentare, një ndryshim që njeh rolin ton si shembull demokratik dhe pranon peshën ton në çdo përgjegjësi.